Derisa video ingjizimi po trajtohen nga betimi për drejtësi, i njëjti është dorëzuar edhe prokurorisë themelore në Prizren. Se kam pranuar një zarf në zyrën time së bashku me një CD dhe një letër me 3-4 rreshta shkrim nga një qytetar anonim ku e ka sjellur këtë video ingjizim dhe na ka bërë me dije që përveç që po e sjell në prokurori e ka dhe një medium, përkatësisht një gazetare që më vonë kemi kuptuar se kush e ka dhe atë material unë e kam dorëzuar në prokurorinë speciale dhe më pas me procedurën është marrë prokurori kompetent i prokurorisë speciale. Me të pranuar dëshminë nga kryeprokurori Kryeziu, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte siguruar dyshimin e bazuar për arrestimin e tij. Si prokurori Shala kishte filluar punën mëngjesin e së hënës të 27 tetorit, prokurori Prokurorisë Speciale Valtit Gashi, bashkë me hetuesit policor të Departamentit të Krimeve të Rënda, zbarkuan në prokurorinë themelore të Prizrenit. Veprimet që kemi ndërmarrë deri me tani, ato që janë publike, dhe më thonë janë që ne pas pranimit të informacionit, pas analizimit të këtij informacionit, kemi ardhur deri te konstatimi se ekziston një dyshim i bazuar, se prokurori në fjalë, dhe më thonë e ka kryer këtë vepër penale, dhe mbi këtë bazë edhe kemi ndërmarrë veprimin ku është arrestuar i njëjti. Prokuroria Speciale ishte njoftuar se këtë video ingjizim e posedon edhe betimi për drejtësi dhe se për të njëjtin është duke zhvilluar hulumtim për ta publikuar. Për të mos cënuar procesin e hetimit, Prokuroria Speciale kanë kontaktuar redaksinë e betimit për drejtësi për të bashkëpunuar, për të mos e publikuar videon deri në marrjen e veprimeve konkrete hetimore. Redaksia ka vendosur të bashkëpunojë me Prokurorinë Speciale, e cila veproi me shpejtësi duke arrestuar qysh ditën e hënë të punës prokurorin e pandehur Shala. Këtë formë të bashkëpunimit, Prokurori Special Valdet Gashi e vlerëson lart duke e konsideruar si luftë të përbashkët kundër korrupsionit zyrtar. Po ne kemi njohuri, dhe më thonë që emisioni Betimi për drejtësi e ka pas një video ingjizim të tillë dhe gjithashtu kemi njohuri që nuk e keni publikuar. Dhe për këtë ne e vlerësojmë këtë veprim të emisionit Betimi për drejtësi, sepse mendojmë që kjo i ka kontribuar shumë rastit konkret dhe mendojmë që është rruga më e mirë që një bashkëpunim i tillë, një koordinim i tillë, domethënë është rruga më e mirë për luftimin e korrupsionit zyrtar. Nga ky aksion, fillimisht u pasti zyra e prokurorit Shala. Pastisja ishte zhvilluar edhe në shtëpinë e tij në Prizren. Në rastin e zhvillimit të bastisë apo zbatimit të urdhrit të gjykatës, urdhër kontrollit, ne kemi në këtë lokacione kemi gjetë disa prova, me konkretisht në zyrën e prokurorit kemi gjetë disa shënime, të cilat janë në ekzaminim e sipër, për të parë se të njëjtat a ndërlidhen me dyshimet ndaj prokurorit për cilën edhe është fillu hetimi. Ndërsa në lokacionin e tij e dytë në shtëpinë e tina janë gjetur 1.700 euro para të gatshme, të cilat për momentin janë sekustruar dhe janë në vlerësim dhe ekzaminim se nga mund të jetë prejardha aty në parave. Është sekustruar dhe vetura e tij duke qenë se në të dy duke qenë se ka qenë edhe objekt i kryerjes së veprës penale, pra takimi është zhvilluar në veturën e tij? Për momentin jo. Nuk është sekustruar vetura.